Final Four, është luajtur ditë të premte, ka qenë Partizani Skënderbeu, unë hy stadium me bilet, nuk hy si gazetar, dhe bileta në tribun ka qenë 50.000 lekë. Ditën e martë kisha qenë në Madrid, në ndeshjen Real Madrid Deportivo Alaves, dhe kam hyrë në stadium me bilet, pra skuadra më e madhe e planetit, stadiumi më i bukur që ka planeti, dhe kam qenë në stadium me bilet 60 euro. Pra, po shikoja Realin, pasi kishe eliminu Bayernin në dy finale, dhe 20% ati stadiumi ishe me turist, atje, dhe ati ishe 60 euro. Ndërkohë në Tiranë, lute Partizani, Skënderbeu, një ndeshje pa interes, dhe bileta ishe 50 euro. Kështu që ideja e federatës për fituar lekë nga Final Fouri dështoi për faktin se nuk doli Tirana. Duke mos dal Tirana, s'ka patër tifoz. Sa do të sjellni Rogozhina. Rogozhina sa gjysma e katit parë stadiumin në Kapanor. Ka ti ju e keni parë. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë në YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.